Raporti dhe dinamikat midis Mirit dhe Selin vijojnë të jenë në qendër të vëmendjes së banorëve dhe të komenteve nga publiku. Ditët e fundit janë ngritur edhe pyetja apo aludime nëse mes tyre ka pasur ndonjë afrim fizik apo ngacmim. Megjithatë, një diskutim i fundit mes dy banorëve ka hedhur drejt mbi situatën. Gjatë bisedës Selin e pyeti drejt për drejt Mirin se si e dallon ai kur një vajzë ka ndjenja për të, duke e cilësuar atë si një njohës të mirë të femrave. Nga ana e tij, Miri u përgjigj se nuk e dallon dot një gjë të tillë. Mëtej, Selina e vuri në dukje se si ai mund të aludoj për ndjenja nëse nuk ka siguri për këtë. Miri sqaroi se nuk ka bërë akuza, por thjesht kishte ngritur një pyetje të ngjashme, duke kërkuar dhe Selinës të tregonte se si e dallon ajo kur një mashkull ka ndjenja për të. Në përgjigjen e saj, Selina ishte shumë e qartë, e theksoi se nuk ka ndjer asnjëherë që Miri mund të ketë ndjenja për të. Sipas saj, instinkti i saj femëror nuk gabon dhe në këtë rast nuk i ka dhënë asnjë sinjal të tillë. Megjithatë, ajo hodhi poshtë dhe xha aludim për sjellje të papërshtatshme, duke deklaruar se Miri nuk e ka ngacmuar kurrë dhe se asnjëherë nuk është ndjerë intimiduar nga veprimet e tij. Ky diskutim i drejt për drejt midis tyre duke se ka sqaruar shumë edhe deklaratën që bëri Gimbo, i cili u shpreh që Rogerti i ka bërë me shenjë që Miri e ka prekur Selin.